bulevardin Dëshmorët e Kombit për të nisur këtë protestë kombëtare kundër korrupsionit galopant. Vazhdojmë të dëgjojmë qytetarët që flasin për mikrofonin tonë në protestë. Mund të ndikojnë që qeverisja të bjerë, apo është kjo forma me cilën mund të bjerë qeverisja e Ramës? Te qeverisja e Ramës është këtë e vështirë me ra, me digishta nuk fitohet demokracia, duhet pak ma thellë, të paktën të ngjajmë komshive të Beogradit, të cilët kanë bërë demonstratë një vit rresht dhe më në fund kanë fituar drejtën me pas zgjedhjet e reja. Vetëm ashtu mund të rregullohet. Do përshojmë tani nga disa kënde planet e kësaj proteste, dëgjuat pjesëmarrësit protestë, cilët e kërkuan këtë që duhet jenë protestat një pas njëshme për të arritur në zgjedhje të reja, kërkuan ata me një qeveri teknike, thot opozita, vetëm mënyrë për të pasur zgjedhje të reja dhe për të dëgjuar dhe njerë vullnetin e popullit në mënyrë të pa manipuluar dhe të pa shtrënguar. Ndërkohë që ne shohim tani këto disa pamje nga kënde ndryshme, bulevardit Dëshmorët e Kombit, por edhe të grupit që vjen nga selia e Partisë Demokratike përgjatë bulevardit Bajram Curri për t'u bashkuar njerëzve në sheshin, në pjesën e bulevardit përpara kryeministrisë. E mbushur me protestues, është një pjesë e mirë e bulevardit Dëshmorët e Kombit tashmë. Këto pamje tregojnë masivitetin e kësaj proteste sot. Kujtojmë pas një sër skandalesh madhore korruptive që kanë goditur qeverinë dhe kanë vënë në vështirësi politike kryeministrin Rama, ndërkohë që kemi një mas të madhe të punonjësve të rendit vendosur në gardhin para kryeministrisë. Pa pak më parë nuk është një rreshtë, si zakonisht janë disa rreshta me policë të pajisur me kokore dhe mjete mbrojtëse të vendosura përpara godinës së Këshillit Ministrave. Vion marshimi në këmbë i kreut Partisë Demokratike Berisha dhe figurave të tjera kryesore të partisë. Për të shkuar në bulevard. Shikoni dhe këto pamje nga lart të bulevardit Dëshmorët e Kombit të mbushur me popullin e opozitës. Në këto momente hynë edhe zoti Berisha dhe ata që shoqërojnë në bulevard për të shkuar drejt podiumit. Ik spin. Gjithçka gati për nisjen e protestës në bulevardin e Dëshmorët e Kombit të mbushur me njerëz që kanë vendosur të dalin sot për kundërshtuar korrupsionin madhor dhe masiv që ka karakterizuar këtë qeverisje, teksa zëvendës kryeministrja e qeverisë kërkohet të arrestohet nga prokuroria e posaçme, por shumica është vendosur në mbrojtje të saj dhe ky është vetëm një nga rastet e mëdha të korrupsionit të zbuluara tashmë. Që shruaj jo vetëm me denoncime, por me
akuza konkrete tashmë dhe nga drejtësia. Masive, si që tregojnë këto pamje, protesta e sotme kombëtare e Partisë Demokratike dhe e partive tjera të opozitës, aleatët e Partisë Demokratike. Dhe natyrisht qindra qytetarëve që janë bashkuar kësaj proteste të thirrur nga opozita